Kur them që ftohtë i ka gjitha ngjyrat, që edhe një dëshmi tjetër po lirë. Jo, bëma se të më shëjon edhe. Okej, mas të e në shtatë më shëjë. Arvanet, mirë se erdhe tash në studio. Mirë se e gjeta. Une nuk është që kom lujt në erë me violinë, më donë që shto. Së është problem, mas e misionit të mësojmë. Okej. Edhe veç? Pak ma fështirë, veç mirë është. Ofer edhe pak. Ja, ma pas ka nalë. Jo, realisht, amiga tha nuk për elshojmë, tha se ja merë punën Arvanitit. Bënë edhe ashtu, nuk pas ka me keq. Arvanit, qëshje? Mirë, qëshje një? Mirë, fajnderit. Qësh kalove, qësh për kalën, realisht me neve në ftohtë në zetë? Perfekt. Kuptohet që gjithmonë misioni radio-televizionit 21 është që artistët e rinj, ata që kanë vlera, duhet me hap dyrt edhe me iftu edhe në emision edhe me tregu talentin e tyne. Realisht i sot nga zbulove 2 talentet, edhe këndimin edhe violinën. Cilën e dalë ma shumë? A ki një atë shprejnë që thuin, mi do si mi vro. Na sot pedajna njënën kryesisht? Hajde, më kryj. Pa kote fundit ka këndimi pak. Ka këndimi. Ke nis me violinë? Po, me violinë kam fillu. Qysh erdi ideja që me nis edhe me zgjedh një instrument që është violina? Një instrument si violina. Tash violina është instrument shumë e vlerë, edhe nuk e thirin këtë mbretëresha muzikës. E vërtet. Instrumenteve. Edhe për ato zgjedha, pak më ka një mu dhe babin këtë pjesë, me për zgjedh këtë instrument, se e ka di qëfar vlerë ko. Kur ke nis për herë të parë me violinë, e ke menu që thjesht ke mu lidhat shumë me të sa që me këthy edhe në profesion? Nuk e ka menu ka shumë. Ka shumë jo. Ok. Për lëm tash violinën. Kur filloj me ndodha ai ndrimi prej violinës me kalu në muzikë, në këndim? Në këndim, unë e kam edhe traditën nga familja, këtë pjesë të këndimit, muzikës në përgjësi, edhe orkestra sonë të maestret që i keshim djelinajës tim, Orlandin edhe babin, Adriatikin me klarinet. Për ndryshe babi këndon, po psione, me 2 instrumente. Instrument, klarinet, saksafon edhe këndim. Me qenë se e ke nis prej babit me një farforme edhe violinën, edhe muzikën, edhe këndimin, me qenë se edhe babin e kemi në studio atje, mi u sfidu të ashtu në babë e birë. Me na këndu një referent një kongë, se kam qef pak kështu me eksperimentu. Me na këndu një kongë bashk, një referent një kongë. Ska problem. Jo, la s'pjallën djallit, po unë e 5 gjithë. Hajtë. Qka me bo, e du me zemë. Provojmë. Apo? Bon. Arvanit, që? Zgatë Arvanit që dhe mu më pëlqen, ka dalë. Të bora me kënu bje. E qka me bo, e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. Qka me bo, oj shoshti, kalli flak, kjo dashni. E qka me bo, e du me zemër, kjo dashnia nuk është veç një emër. E qka me bo, oj shoshni, kalli flak, kjo dashni. Ganit, qysh me abo me a gjeti në usa mërë kurse e kohë i Ja, ka kohë dhe pak. Sa vjetë? 21. Pse kajtë prend gut një dy qysh mi martu fëmit? Ha, vrojem pak. Këna qëtë po atë ratunë. Ku të ratum një së një vjetë? Ma i ratumë se që shto... Ka dole, ftohtë në zetë, ka ta. Kjo është moshën që është edhe të uftovë edhe të unë zekë. Pavarësisht, martesa nuk duhet me pas mosh, unë me ndoj. Do është me u martu në qatë moment që e ndjenë edhe të gjenë fatin e jetës. është e fjalla kur t'jen kismeti, kur të gjesh një partner, një bashkëpunëtar të jetës, sepse jeta është shumë e gjatë, me kalu me dikën që nuk një është okej. Kështu që sa ma shumë dashnit sinqert, jo më martu me qafe, se më falë se tash me babin ju. Okej, Arvanit, atë bërtet babi shumë kështu? Ja. Në punë profesionale e kam fjallin. Përsha më kënej që të kangë, jo më rije, që të noti, u shtëra ma shumë. Punë profesionale... Se jashtë ta martesës që e kuptu për presja. Ma kanë greveshin ka herë që thujnë. Cilën, ku e ka atë problemin ma të madhë, babi? Dhe me thonë me ty konkretisht kështu. Sa i përket anës profesionit. Problem tash nga ana profesionit nuk është që ka, po nga fillimi ka pas, do më thonë, normal si çdo prind, më ushtru pak ma shumë, mos më do muzikës, pastaj fillova vetë mos më do muzikës. Cilën këngë ka babi ma shumë për qefi kështu? Që thëta, këto kur të knejsh?
Edhe pse prind zakonisht për fëmijët janë pak që nuk është që na japin maljen ashtu Cilën bravo. këngë ka më për qef e ka edhe kë? Cilën ta këndoj unë, çka të këndoj unë ka për qef edhe kë. Okej, ti për qef e patë çka më bëhet du me Çka më zemër. bë për qef tonë edhe timin. Babe. Ciao kjo këngë. Hajde baba me skofta. Ciao kjo këngë. Kjo kongë që pëlqen Arvanitit më shumë ti. Okej. Zgalit e pyete babja të pisket. Faktikisht nuk i piskas me thonë drejtën, po kom qef se shish atje din se prindi ka kalu shumë. Në ato rrugë të këshia unë s'kam qef milion djanin tim dhe i kalëzoj këtë kohën e këshilloj që babi se qëtua, këtë qëtua mirë. Edhe për këndim që e pyete pak e zmajerës, ky si në fillim mu më ka pëlqy violina shumë, edhe pse më konë klarnetist e saksofonist, e kam këndu qysh si fëmi. Edhe ishim një rast tuk e shku në Darsëm, në akun me Danin, apo të shku në Tetovë në Darsëm, edhe unë e disha që këtë këton shumë bukur. Edhe pithëm Dani, thash Dani, Arvaniti këton bukur, sa i këtë kone me këta, do më thonë me vete. Edhe pithëm Dani, ta dhi pak, hajtë Arvaniti, thuma një pjesë, një kongës, po. Për ati momenti që e kam dëgju, Dani do më thonë edhe ka inspiru, falimderit për ti shumë, Ramadan Krasniqin, tua ta përshëndes shumë. Për ati momenti kam vendosur dhe unë thash, po pse mos ja ka folë Zoti, edhe faktikisht e ka kryer edhe sot këndimin, është duke kry fakultetin. Thash pse mos më këndu, edhe gradualisht e nisi pi vozhlimit, edhe ja në studiot e tij. Ftoftë nxehtë. Faleminderit shumë. Falenderoj edhe juve për ftesën. Kënaqësi kuptohet. Arvanit, ke mendu ndonjëherë për shembull me ndru zhanrin e muzikës? Me ndru zhanrin. Tash muzika në Kosovë që shëllyp, është domethënë të gjitha zhanet nga pak. Është e vërtet që kjo fjala që shpeshher artistët e thonë qysh po e lyp. Po a e ka vetë ndonjëherë Arvaniti vetën, çka po ja dën zemra Arvanitit? Sepse jo çdo herë du të më shku me rrymën që përcaktohet, kuptohet përpos në rastet e mbijetesës, sepse nganjëherë kjo është që na detyron me bë diçka për shkak të mbijetesës, po është mirë nganjëherë me pyet edhe veten, çka dën? Tash zemra që ma dën pak ma shumë janë baladat. Okej. Do më thonë ma shumë ka baladat edhe faktikisht edhe në TikTok postimet që i kam ma shumë balada dhe i falenderoj të gjithë ndjekësit që më kanë ndjek edhe më kanë përkrahat shumë. Si t'ja njës një baladë, do më thonë automatikisht edhe klikimet shkojnë ma... Duhet. Po këtë Se jena popull, dhe shtu pak ma kena qef. Arvanit, në aspektin e kangre tua që i ke realizu, do më thonë nuk janë të shumë ta? Ke realizu pak kong, me pak videoklipe, njëkohësisht edhe për të bërit të ndryshme. Fillimi, po. Ke mendu që 2026 me sjell ma shumë kong? Po do t'i sjell disa projekte, ta shpiloj ma sekret. Ma surprizë. Po, s'pi tregoj. Balad, ritmike? Edhe balad edhe ritmike. A du më pas ke bo një 2-3 kong, ja pas ke një njës pak, që shtu të punu. në zhanet. Si kanë qenë artistët karshi te? Do të sa e ke gjithë për krajën, sa e ke gjithë një mbështetje, sepse shpesher në rrugtim na duhet një mbështetje, nga një fjallë e mirë të bënë që me shtim për para, po. E vërtet. Faktikisht e kam pas mirë shumë raportin me gjithë artist, sepse këta ma kam mundësua edhe Verina nga pak, se kom bashkëpunu me të gjithë. Edhe faleminderit të gjithëve që më kanë përkra, do më thonë. Kam përkra për shkak të violinës, mas ne kanë shku të zoni, apo të zoni kanë ndryshu pa kur ke fillu me knuse? Nuk besoj që kanë ndryshu. S'ke has halana që lezi. Oke, kjo është ma e mira. Arvanit, ne bashkë jemi taku edhe në gjirimet e vitit rritë, emisionit festiv, këtë qenë pjesë e orkestrës, instinktivisht e kena këndu një kong nga tje, kështu që nga i moment dhe është du të meftu Arvanitin gjithëshyshe edhe në studio. Cilë që janë ata këngëtarë që fillimisht gjatë bashkëpunimit në përcjelljet violinës, me cilë të da ma i knaqur? Tash me i vequ s'moj, se mos janë sjellë gjithë shumë mirë. Cilën e ki pak ma qenë që kuptohen? Pak ma shumë që në karo, dhe më thonë në karo si qëta dhe babi me Danin. Po në karo me të gjithë, i përshëndes të gjithë, nuk muj me do. Tash me përdut me përmenë edhe shumë tjetë. A kina i këngëtar që s'ki qef me përcjell? Jo. Jo? Ja. Pse po menoj që veç para kamerave i thënë që të përgjigjet jo? Jo, në li kamerat, kështë edhe mas kamerave një thëmë. Okej, Arvanit, në i bashkëpunim e ke menu me realizu me në artist? Bashkëpunim edhe pak mendoj që po, mendoj me ndonjë këngëtare, pse jo. Me këngë shë pas shu qef me realizu një këngë? Tash me të regu një këngëtare që më pëlqen tepër është Pandora. Okej, e përshëndesim. Më pëlqen stili tepër, stili që këndon. E përshëndesim shumë. Cilën këngë për shembull të Pandorës kështë e thonë të kështë t'i shkon kënga ja? S'po di se ka shumë mira, nuk më mendo.
Ndoshta për nesër shembull që e dën më shumë? ndoshta nesër nuk janë gjalla, jo. Ok. Ndoshta nesër, ok. Kove të fundit jëmë të ngu ma shumë që azonë. Edhe ajo është e mirë, po. Ka shumë baljatat e Pandorës na bojmë për veti. Ka shumë janë tepër të mira. Arvanit, kolegve në përgjithësi gjeneratës tonë, dhe për theme qenë se ju e një rinë mosh, 21 vjetë, nëse më nga bëj, dhe më dhënë, kur njeri ju e dënë një punë, dhe dënë edhe fakultetin, edhe punën, edhe gjitha këto, i arrinë. Qëka ju kësheton në gjithë generatave të reja që për këto momente janë duke na parë në radio televizionin Instani? Generatave të reja kisha mi e thonë veç me punu sa ma shumë, nësë më ndalë, edhe me arrit aty ku dojnë. Pa marë parasysh të komenteve se të na ka dhe komente negative, din me po, por duhet veç pozitivisht. Me vazhdu do më thonë veç më s'monal. Ke hasën komente negative? Jo shumë. Jo shumë, tash pak normal ka. Veç që nuk shkrujnë me emat vetë atë. Gjithmonë është aja që shihen personat. Po, normal, po ka pas pak. Nga një, duhet me dalu kritikën edhe komentet, sepse shpesher po i përzin, kritikat jënë të mirëso ardhura gjithmonë, sepse çdo person ka nevoj për me u përmisu. Që do të mirë në tjep kritik. E vërtet, ndërsa komentet nuk është që duhet me ndiku në aspektin e çdo personaliteti fytyre publike, po e them kështu. Nuk mund me pëlqy të gjithëve tash. Shumë e vërtet. Qështojmë, 5 gishta ndorë asë një njëjtë që shia. Po për ndryshe, të kësaj përket ju në komenteve, kur s'pëlqen t'i qka ecvre, veqet, e ke mundësin. Bash. Gjithka me ndërrua dhe mës me majtë. Arvanit, para se me qenë se jemi drejt fundit bisedës, para se me u fut në gjirime më the, ma pas ke kalu me veshje. Po. Pse, Arvanit? Qashtu po më do këtë ma bukër sonë. Ja, ti po do këtë shumë ma cool, po për mu, zakonisht i kam fajet bashkëpunëtort, kështu që ke i ke gjithë bashkëpunëtort? Ma cool po, ja, pets, ja. Dashta me undal një përshëndetje për bashkëpunëtort për butikon Medina në Prishtinë, kështu që më nëshë më shku edhe ti atje me po zgjidhje të ndryshme të garderobës elegante për meshkuj. Pse jo? Për flok, me i cjerë salën Osin edhe stafin e mrekullueshëm atje se pa bashkëpunëtor kuptohet që asnjëherë nuk ja dalim dët. Ne nuk pëzgjasje ma shumë, sepse kisha dashtë të momente me dëgju një këngë bashkë me ty dhe me bendin atje, që me vazhdu rjetën e emisionit tonë. Faleminderit shumë që ishe ftoft të nxehtë. Faleminderit juve për ftesën shumë. Kënaqësi të presim më shpesh. Kënaqësi t'jem me juve. Faleminderit. Faleminderit.